Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Speci djegës të shpëtoni jetën, ja arsyet përse duhet ta konsumoni në çdo gatim. Aztekët për herë të parë zbuluan specin djegës, të cilën në vend që ta hanin, e thanin dhe më pas e tymosnin. Ky lloj speci përmban një përbërës të quajtur kapsaicin, që kur konsumohet si duhet mund të jetë aleat i fuqishëm për shumë çështje shëndetësore. Disa përfitime që do të keni nëse përfshini specin në dietën tuaj janë: mund të lehtësoni peshën e tepërt. Studimet tregojnë se ju mund të rrisni aftësinë për të djegur dhjamin dhe për të ulur oreksin duke ngrënë speca djegës. Mund të parandaloni infeksione të ndryshme. Bota ka përdorur erza dhe barishtet si një mjet për të ruajtur ushqimin nga fillimi i kohës. Sidoqoftë, ajo që shumë njerëz nuk e dinë është se studimet kanë zbuluar më së shumti veti antimikrobale të specat djegës. Për shkak të kësaj, ekziston një larmi infeksionesh që mund të parandalohen me speca djegës, siç janë ato të grykëve, prishja bakteriale e dhëmbëve dhe infeksionet e sinuseve. Mund të lehtësoni dhimbjet e shkaktuara nga migrena. Një nga mënyrat për të përfituar nga speci është duke përdorur kapsaicinën e pranishme në një spray hundësh. Studimet kanë treguar se kur aplikohet ky spray në vrimat e hundës, efekti i tij do të jetë edhe një lehtësim i migrenës dhe do të jetë vërtet i fuqishëm. Ju mund të jeni në gjendje të luftoni luhatit e sheqerit. Është të provuar se kapsaicina është në gjendje të ulë nivelet e sheqerit, duke arritur nivelin edhe duke përmirësuar shëndetin tuaj. Për këtë arsye është një mbrojtës shumë i mirë i gatimeve tuaja. Mund të shpëtoni nga hipertensioni. Studimet mbi kafshë tregojnë se ky përbërës mund të qetësojë enët e gjakut, të ulë presionin e gjakut, madje të ndihmojë të gjithë ata personat që vuajnë nga hipertensioni dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Përmirëson shëndetin tretës dhe metabolizmin. Një nga avantazhet më të mëdha të kapsaicinës është kontributi i saj në shëndetin e zorëve dhe në humbjen e peshës. Në kundërshtim me besimet të njohura, speca djegës në të vërtetë mund të jenë një anti-irritues për stomakun, një mënyrë e shkëlqyer për të lehtësuar problemet e tij. Speca djegës, veçanërisht në formën e tyre pluhur, janë të pasur me antioksidantë dhe përbërës të tjerë që mund të qetësojnë në çështje të tjera si dhimbja e stomakut, gazrat e zorëve, diareja dhe ngërçet. Specat janë në gjendje të arrijnë këtë sepse stimulojnë lëngjet e stomakut dhe punojnë kundër aciditetit në traktin tuaj tretës. Specat mund të përshpejtojnë metabolizmin. Duke përshpejtuar metabolizmin, ju frenoni dëshirën për ushqime dhe përmirësoni shpejtësinë në të cilën digjet dhjami. Gjithashtu, speca djegës janë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e problemeve të migrenës. Kapsaicin nga speca djegës gjithashtu ka treguar potencial në trajtimin e dhimbjeve të kokës dhe migrenës. Sipas një studimi nga takimi vjetor i Akademisë Amerikane të Neurologjisë në Filadelfia, 18 persona me diagnozë të dhimbjeve të kokës u trajtuan me një kapsaicin intranazale. Si rezultat, 13 persona patën lehtësime të plota, shumica e personave të tjerë përjetuan një lehtësim dhe vetëm një person nuk kishte lehtësime. Gjithashtu, speca djegës janë të mirë kundër problemeve mikotike, ftohjes dhe gripit. Ngjyra karakteristike e kuqe e specave është një tregues se është i pasur me beta-karoten ose provitaminën A. Vitamina A është thelbësore në mirëmbajtjen e një sistemi të shëndetshëm të frymëmarrjes, të zorëve dhe të urinës. Gjithashtu, vitamina A dhe vitamina C të speca djegës është jetik në ndërtimin e imunitetit kundër infeksioneve dhe sëmundjeve. Nëse vuani nga bllokimi i undëve ose alergjive, një spray hundësh me kapsaicin mund të lehtësojë simptomat tuaja. Për më tepër, kapsaicin ka një numër të vetiva antibakteriale që mund të lehtësojë infeksionet kronike dhe ato të sinuseve. Specat e kuq djegës janë gjithashtu një zgjidhje në lehtësimin e inflamacioneve dhe dhimbjeve të kyçeve. Përveç se është një burim shumë i mirë i lehtësimit të dhimbjeve për dhëmbët, për kokën dhe migrenën, specat e kuq djegës mund të zvogëlojnë dhimbjet e nyjeve. Në thelb, ju mund të aplikoni specin djegës në lëkurë për të zvogëluar kimikatet P. Kimikati P është përgjegjës për transmetimin e mesazheve direkt në tru. Specat e kuq djegës mund të jenë një alternativë shumë e mirë në këtë aspekt dhe do të ofrojnë një lehtësim më të mirë
Duke aplikuar vaj me speca të kuqdjegës dhe masazhimi i zonës së kyçit me këtë përbërje, do të ofrojë një lehtësim më të mirë derisa të shkoni tek mjeku dhe të merrni trajtim më të specializuar. Speci i kuqdjegës është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacioneve. Një tjetër karakteristike e vlefshme e kapsaicinës është se pengon substancën P, e cila është një neuropeptid që është përgjegjës për proceset inflamatore. Specat e kuqdjegës mbështetin gjithashtu edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Specat djegës mund të jenë një mënyrë e shkëlqyer e natyrshme për të mbështetur sistemin kardiovaskular dhe për të parandaluar problemet e zemrës. Specat e kuqdjegës janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Përveç ruajtjes së shëndetit të zemrës, specat djegës zvogëlojnë riskun e zhvillimit të niveleve të lartë të insulinës në gjak, e cila është një simptom e zakonshme e diabetit të tipit 2. Sipas revistës amerikane të ushqimeve klinike, një numër shkencëtarësh australian zbuluan se një vakt që përmban speca djegës mund të rezultojë në sasinë e duhur të insulinës për të ulur nivelin e sheqerit. Ky është në fakt veçanërisht i dobishëm për individët me BMI të lartë ose ata që vuajnë nga mbipesha. Mund të përmirësojë funksionet njohëse. Nga mënyrat kryesore për të mbajtur një performancë të fortë njohëse është sasia e duhur e oksigjenit dhe hekurit. Për fat të mirë, specat djegës mund të jenë të pasur me hekur. Kjo çon në rritje të rrjedhjes së gjakut dhe prodhimin e hemoglobinës në trurin tuaj. Ato mund të përmirësojnë jetëgjatësinë. Një studim i kryer nga Akademia Kineze e Shkencave Mjekësore zbuloi se njerëzit që konsumojnë ushqime pikante kanë një shans më të mirë për të pasur një jetë më të gjatë. Me fjalë të tjera, erëzat e zakonshme kanë potencial për të rritur mundësinë e një personi të jetojë më gjatë dhe më shëndetshëm. Ato nxisin rritjen e qelizave të kuqe të gjakut. Përveç ruajtjes së shëndetit të zemrës, specat djegës gjithashtu ndihmojnë në formimin e qelizave të kuqe të gjakut, citon Healthline. Ato përmirësojnë shëndetin e syrit. Siç e përmendëm më herët, vitamina A te specat djegës është e rëndësishme në ndërtimin e sasive të forta imunitare. Sidoqoftë është e rëndësishme të konsumoni atë gjithmonë brenda normës së lejuar. Mban flokët dhe lëkurën tuaj më të shëndetshme. Vitamina C te specat djegës nuk forcon vetëm sistemin imun, gjithashtu krijon edhe mirëmban kolagjenin, i cili është proteinë kyçe që gjenden në flokë dhe në lëkurë të shëndetshme. Në mënyrë të veçantë, piperi mund të jetë një zgjidhje e shkëlqyer për të pasur edhe një mbrojtje më të mirë efektive në shëndetin tuaj të flokëve. Te specat e kuqdjegës gjenden sasi të mëdha të kapsaicinës, flavonoide, vajra esencial, celulozë, kalcium, hekur, karotenoide. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është më e madhe se të gjitha frutat dhe perimet e tjera, ndërsa gjendet edhe në sasi të konsiderueshme vitamina A, K dhe B. Jo më kot studiuesit kanë nisur ta quajnë atë ari i kuqit tavolinës. Shumë njerëz pohojnë se mund të hanë specat e kuqdjegës edhe në forma të ndryshme. Po ashtu ekspertët tregojnë se specat e kuqdjegës janë të mirë, por vetëm duhet të konsumohen për personat mbi 13 vjeç. Po ashtu nuk duhet të teprojnë ata që vuajnë nga tensioni i lartë, acarimi i stomakut, ulçra, hepatiti, kistet dhe hemoroidet. Teprimi mund të shkaktojë irritime të mukozës së zorrës, inflamacion gastrointestinal në stomak dhe në veshka. Megjithatë, në doza të vogla mund të shërbejë si një recetë e shumëllojshme e gatimeve tuaj dhe jo vetëm. Speci i kuqdjegës është krejtësisht i kullueshëm edhe në recetat e parandalimet të problemeve kardiovaskulare. Është parë se përdorimi i vazhdueshëm e tij ul nivelin e kolesterolit dhe ndihmon zemrën të bëjë më mirë punën e arterieve në gjak. Farat e specave përmbajnë acide që eliminojnë edhe problemet e kolesterolit të tepërt. Kapsaicina vepron edhe në metabolizimin e yndyrnave duke përshpejtuar dhe penguar edhe akumulimin e tyre. Një studim i fundit nga Chinese University i Hong Kongut konfirmoi plotësisht këtë. Kërkuesit tregojnë se specat e kuqdjegës duhet jenë pjesë e pandare e recetave tuaja të gatimit. Gjithmonë bëhet fjala brenda sasive të lejuara të përdorimit dhe asnjëherë në mënyrë të tepërt. Është e këshillueshme që të përdoret brenda standardeve për të evituar komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndër veprimet
ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.